Do të thënë, çfarë bën arti? Çfarë bëri Kadareja jonë në kohën e diktaturës? Se ka që e pëlqen, ka se pëlqen dhe s'ka asgjë të keqe në këtë mes, sepse artistët e mëdhej kështu janë. O duhen o urren, por në një debat që pata me një mikun tim, një art dashës shumë i madh, tha, nuk kishte disident. Shikoj tash, nuk është puna të jetë disident apo jo, të futet në burg apo jo për të bërë i madh. Unë i bëra vetëm një pyetje, çfarë do ishte letërsia shqiptare pa Kadaren? Si do ishte? Do ishte shumë bosh. Shumë e madh. Këtu ai ka kry funksionin edhe si njeri dhe si artist, sepse ai vuri një standard që ishte standard shumë i lartë për letërsinë botërore. Po. Që vazhdon dhe analizohet. Pra, ai ka bërë gjithçka për këtë vend. Momenti që ai ngriti nivelin e letërsisë së letrave shqipe, për mu, S'ka zëmëndësi. Fishta, Lasgush Poradeci, se da është gjigant, bro, Mitrush Kuteli, sigurisht janë Naimi e Abdyli, këto Naimi e Vasopasha, gjitha janë gjigant, pa diskutim. Po këto janë majat e letërsisë shqiptare. Vazhdon dhe akoma analizojnë këto. Fishta është Bibël, kombëtar. Fishta është njësoj si që është komedia hynore, Dante Alighieri është fishta. Do më thënë ti e lexon dhe mrekullohesh në çdo varg ti. Për artin, për njohurin, për mençurinë, për patriotizmin, për një zinxhir të tërë vlerash artistike. Po kështu Lasgush Poradeci. Po. Që lirike, bukur e fine, e mençur, me art, me shije të kaput. Nga njerë edhe erotik, pse jo, po është gjigant.